U bën muaj tashmë që po angazhohemi me problematikën e ndotjes së mjedisit dhe keq trajtimin që i bëhet punonjësve të nëntokës shqiptare nga kompanitë turke, izraelite dhe kineze, Tet Albania, Tunneland Mining dhe Beral BSA, të cilat kanë ngulur kthetrat në verilindje të vendit duke kryer një masakër të vërtet mjedisore. Dhe gjatë kësaj pune të shtrirë në kohë po kuptojmë se vendi ynë që ka shumë ikpritës dhe pas ka minerale për të gjithë, edhe natyrë për të shkatruar, për të gjithë. Sepse kësa here në fshatin Gjegjan të Kukësit është kompania rumuno-bullgare Trade Minerals AL, e cila ka detyruar këta burra të bëhen bashkë për të denoncuar krimin mjedisor dhe infrastrukturor që është shkaktuar në zonë. Komplet rruga është e dëmtuar. Është çao vendi totalisht, as blegtëria s'ka ku me kullot. Kjo problematik ka të paktën që kur është hap kjo firma, po të paktën që 3 vjet njerëz e kanë shkatruar totalisht. Është rruga gropa ket. Që ura është e prishme. Ka shit vendin nga pesha. Në fakt, ura që denoncon ky zotëri edhe me sy të lirë duket e çardhë në rrezik shembje. Por nuk është e vetmja. Ngjitemi edhe më sipër Gjegjanit, aty shohim një tjetër urë kalimi të fshatit, e cila ndodhet në gjendje jo të mirë strukturore nga aktiviteti intensiv i kompanisë Trade Minerals AL. Kjo ura këtu nëse janë të ushim, për tonazhet rënd kamionave, i ka prish rrugën, ura komplet i ka prish. Kjo ura i apo është me gur. Kjo mund bëhet të 80 tonë, po këtu janë të kalu kamionat 40 tonë e sipër. Prish kanë të ushim, shikoj ku është të ushim. Si ti ke kjo ura, ikin edhe 4-5 shtëpia si kanë mbet këtu, janë të lanë fshatin komplet. Askush nuk është kundër shfrytëzimit të tokës, përsa ko kanë kontrata me qeverinë. Por gjithashtu në çdo vend të globit, në të tilla raste ka një proporcion mes fitimit dhe kontributit për komunitetin nëpërmjet të ashtu quajturës përgjegjësisë sociale, që do të thotë se çdo kompani e cila dëmton duhet të investojë në të mirë të komunitetit të prekur nga aktiviteti i saj. Por fatkeqësisht kjo nuk ka ndodhur. Gjë që ka detyruar edhe ato pak familje të mbetura të kërkojnë zgjidhje në mënyrë private. Këtë rrugën e kanë hapur privat. Fshatarët kanë hi me borxhe kanë hapur me shku të shtëpia. Sipër kemi edhe varrezat, s'kemi ka kalojmë. Edhe varrezat janë ti lut, ti shpërngul, se s'shkon as makina, as një gjë atje sipër. Mi pyet fshatarët, blet janë zhdukje. Shpërthime çdo gjë kanë bërë, nes na pyet kërkush. Ka se na kërkush na pyet, nuk na merr për bazë asnjë gjë. Këtu janë 2 katune. Është edhe katuni minierës atje, edhe katuni i Gjegjanit këtu. Këtu mund të jenë rreth 100 sa familje që preken nga kjo. Ku keni shkuar që të kërkoni një zgjidhje? Këta kemi që sa vjet, edhe baballarët tonë, edhe familjarët e këtu me kanë dalë, edhe nuk kanë zgjidhje asnjë gjë. Asnjë bashkë. As kërkon asnjë zgjidhje. Edhe ka shku rruga deri këtu, shifë si ka shku rruga. Dhe forstrata nuk hin sipër këtu ne. Ankesat individuale nuk u janë marrë parasysh banorëve të Gjegjanit, ndaj prej vitesh kanë menduar të ndërrojnë taktik, me shpresën se zërat e bashkuar kësa here do të dëgjohen. Më datë 18 qershor 2024, kryesia e fshatit Gjegjan i ka drejtuar asë kohë një ankesë kryetarit të njësisë administrative tërthore zotit Izmir Veseli, ku e vë në dieni për dëmtimin e pronave, infrastrukturës publike dhe ndotjen e mjedisit në fshat. Ekspertët e thirrur nga kryesia e fshatit kanë konstatuar shumë shkelje nga ana e kompanisë. Në 2 segmente rrugore, Gjegjan Minier dhe Gjegjan Fshat, me gjatësi 4.2 dhe 2.5 km, vërejnë dëmtime të shumta të trases dhe gjurmës së rrugës nga mjetet e tonazhit të rënd në kundërshtim me rregullat teknike që kanë të bëjnë me ngarkesat kufitare neni 62 i ligjit 8378/1998. Gjithashtu janë hequr në mënyrë të qëllimshme tabelat e sinjalistikës rrugore që tregojnë tonazhin e mjeteve që duhet të qarkullonin në këto akse rrugore. Janë dëmtuar tombinat që shërbejnë për kullimin e ujrave dhe mbrojtjen e elementeve të rrugës, si dhe dëmtimi i 3 veprave të artit, urat e ndërtuara që në vitin 1975 që lidhin fshatin Gjegjan me fshatin Bardhoc, për të cilat kompania nuk ka marrë asnjë masë mbrojtëse. Jo vetëm që nuk ka marrë masa, por e ka shtuar dozën e shkatrimit. Banorët në bazë të dokumentacioneve që disponojnë kanë konstatuar se aktiviteti i kompanisë u ka dëmtuar tokat bujqësore, livadhet, vreshtat, si pasojë e hapjes së rrugëve të reja të kalimit, duke cënuar të drejtën e pronësisë. Trade Minerals AL, për shkak të punimeve që ka bërë, ka devijuar burimet nëntokësore dhe ka shkatëruar rrjetin e ujësjellësit, duke lënë pa ujë një fshat të tërë. E kuptojmë që ngjan thuajse e pabesueshme se si një firmë e cila shkon në një zonë ku supozohet të bashkëpunojë me komunitetin, në fakt ju shkakton atyre dëme të pallogaritshme. Por ka edhe më. Kompania e cila ka marrë lejen koncesionare për shfrytëzimin në sipërfaqe të xherorit të Bakrit ka krijuar një ndotje masive të mjedisit, pasi si pasojë pluhurit të krijuar janë dëmtuar të mbjella
tilla dhe ka rënë niveli riprodhues i blegtorisë. Edhe ai uji i pishëm që mund të sigurohet nga banorët është i ndotur, madje me elemente të dëmshëm për jetën e njerëzve. Gjithashtu banorët pretendojnë se nga shpërthimet e njëpasnjëshme në zonat minerare ka edhe dëmtime të banesave të tyre. Më datë 2 gusht 2024 me firmën e kryetarit të Bashkisë Kukës, Albert Halilaj, drejtoria e pyjeve i kthen përgjigje kryesisë së fshatit Gjegjan, ku i bën me dije se firma Trade Minerals AL disponon të gjithë dokumentacionin e nevojshëm për ushtrimin e aktivitetit. Por nuk e thot as edhe një fjalë për masakrën mjedisore të shkaktuar atje. Sipas kësaj logjike të kryetarit, çdo kush që ka armë me leje, për shembull, mund të dalë në rrugë të qelloj këdo, sepse ka leje pra. Ndërkohë, më 7 janar 2025, banorët e fshatit Gjegjan bën një kallëzim penal pranë prokurorisë së Kukësit ndaj kompanisë Trade Minerals AL për shpërdorimin e tokës, shkatrimin e pronës dhe ndotjen e mjedisit. Në një korespondencë zyrtare me këtë të fundit, na u bë me dije se në vitin 2025 është regjistruar procedim penal dhe kjo çështje është ende në hetim. Nga ana tjetër, një ditë pas kallëzimit në prokurori, banorët bën një ankesë drejtuar kryetarit të Bashkisë së Kukësit, Albert Halilaj. Dhe siç mund ta imagjinoni, nuk morën asnjë përgjigje. Në kushtet kur kryetari i injoroi më 2 shkurt 2025, banorët bën ankesën e fundit për këtë problematik, drejtuar kryetarit të njësisë administrative, kryetarit të bashkisë, prefektit të qarkut, prokurorisë, policisë dhe spakut. Dhe a ndryshojnë ndonjë gjë në të mirë të tyre? Le ta dëgjojmë gjatë bisedës me banorët e fshatit. Aktivitetin me kamiona e kanë të përditshëm? Këto e kanë të përditshme. As ka analizim, as kurrë s'kan bë. Punëtor nga fshati juaj, nga familjet këtu s'ka. Asnjë. Ka pas drejt me marr punëtor të fshatit, asnjë nuk është në punë aty fshat, asnjë. Duke ecur më sipër fshatit Gjegjan, vërehet se rruga është tepër e dëmtuar si pasojë e kalimit të mjeteve të tonazhit të rënd, një aktivitet ky thuajse i përditshëm. Këtë rrugë ka buen Verhoxha, qish në atë kohë, edhe sa është vu dorë fare. Kjo po prishet në formë ekstreme, tash me këto tralat që po vinë. Këta e kanë deformuar totalisht. Pesha e rënd, ujnat që shkojnë bëjnë punën e vet, këtu është degraduar gjithçka. Kanë ikë mileti këtu krejt me kollota, me gjithçka është prish. Bëhe pa jetueshme kive. Ky fshat ka pas diku te 10.000 punëtor, uzina është mbajt vetëm me këtë minjer. Këtu merren miliona euro e nuk dihen se ku shkojnë. Kur merr miliona do të investosh paktën 1% të vogël. Përqindja e vogël është kemi infrastrukturë, ne po na prishin jetën. Se ku të prishet rruga, të prishet jeta. Që këto bëhet në një grabitse. Se këto me bën një gjë u bin polici mi fojsin burr kët si ka tonë. Se nga që kanë metë edhe pak. I mbledhin këtë, i kanë marrë me fugonat kap kët në burg. Ka grabitje kjo vëllai. Grabitje me dhunës shtetërore të policisë. Me banorët vijojmë të ngjitemi edhe më në të përpjet të fshatit. Dëmet e shkaktuara nga aktiviteti Trade Minerals janë të dukshme. Rruga është anuar, deformuar, gropa. Kjo rrugë që është këtu, kur ka filluar të degradohet? Tash, blej mashinën shket. Kjo më kam blej në sharat, çdo 3 muaj shko se vesh. Bile shumë po thonë 3 muaj, po mu hak mu. Me jera jo, ka rujt këtë Shqipnin. Tash ku shkoj që të lek? Si me 45 vet. Kan hagën 1500 vet buk tona. Me këto fjalë që dëgjojmë, me këto pamje që shohim, ky fshat është bërë i pajetueshëm jo vetëm për të moshuarit, por edhe për pasardhësit e tyre. Ndërkohë në zonën ku kemi mbërritur dallohet edhe vendi i shfrytëzimit të minjerës nga Trade Minerals AL, ndërhyrja dhe dëmet në natyrë janë të dukshme. Është dëmtuar edhe faqja e malit, ka rrëshqit nga gërmimet që kryen këtu poshtë, as transparent, as një gjë s'ka para banorëve. Tu po në përkëmbet e dinjiteti banorëve, po prishet rruga, banorët janë largu. Nga tërheqja e mineralit edhe i mbetive poshtë ka krijuar rrëshqitjen e malit, që i kanë nxjerr këtu edhe kanë krijuar këtë malin e improvizuar. Për shkak të gërmimeve që firma ka kryer, në tokat që u përkasin fshatarëve të zonës janë krijuar duna dheu, në vend që ato të depozitoheshin në landfille të posaçme dhe toka e fshatit të pyllëzohej e të ishte e vlefshme për blegtorinë. Pjesa e blegtorisë nuk kanë as ku pinë ujë, as ku kullotin, se kullota është prish gjithkund. Tu ka qenë livadhe, edhe kullotshin baktia përpara. Ndërsa tani kullota është kthyer në një faqe të zhveshur mali. Vijojmë të afrohemi në vendin ku Trade Minerals ushtron aktivitetin për të takuar përfaqësuesit e kompanisë, por nuk gjejmë askënd. Tashi nuk po bën punim me ai sepse ka grumbulluar material edhe pret shtrejtimin e materialit. Kur ta transportojë ata, merr pjesën tjetër këtu. Bakri si mineral ku të mirret nga baza, nuk duhet të ekspozohet shumë në diell. Edhe ai nuk nxjerr me prish materialin. Edhe aty kur e kanë nxjerrë e kanë mbuluar me mushama. Këtë katastrofë e ka bërë kjo firmë të gjithë këtë gjë këtu. Po, shemi është e freskët atje. Kjo shemi janë krijuar
Këtë shpati ka ardhur poshtë. Si pasuri, kjo është pasuria jonë, kena pas tokat këtu, kanë e mbyllën e Varesh, e fshatit Gjegjan. Bile shteti na ka bërë se na ka damtu shtëpijet. Nga minat, nga erozionet janë damtu edhe shtëpijet. Në pamundësi për të biseduar me përfaqësues të firmës rumuno-bullgare, zbresim fshatin dhe nisemi drejt Kuksit. Përpara bashkisë takojmë një tjetër banor të Gjegjanit, i cili me këmbgulje kërkonte të takonte kryetarin Albert Halilaj. Po duhet ta ku kryetarin, sepse deri sot që deri nuk na ka dhënë kërkosh as një lloj përgjigje. As me polici, as me bashki. A mundi me him rena? Nuk kemi zgjidhje kërkon. As me shtet kryet bashkisë, as me polici, as me rem, as kur gjë. Enver Hoxha ka punuar 50 vjet e se ka prish vendin që kanë prish këto që 4 vjet katastrofë. Ne nuk kemi as rrugë. Kryetari është ankue, e ka dosjen kaç. Ky thot s'kam ku më shkuë, kam zatek, jo në muri, po kam zatek në bunker që nuk ka shkollim. Kryetari bashkisë nuk na kryen, nuk na pranon. Ndoshta është i zënë me punë më të rënda. Shpresojmë jo aq të rënda sa paraardhësit i tij. Megjithatë, bëjmë një përpjekje të fundit këtë herë tek zyrat e firmës Trade Minerals AL në Tiranë. Përshëndetje, si jeni? Jam Frer Drista, gazetar nga emisioni Piranjët. Dakor, vetëm që të lutem vazhdo të dera, të kthej. Po jo, se s'mund të mbyllësh derën dhe të më lësh jashtë, nuk po bëjmë krim. Jo, nuk e dil për. Dakor. Por s'mund të mbyllësh derën, lutem, po pse po e bën këtë gjë? Zonja e cila nuk i la vetes kohë as të prezantohej e të tregonte se çfarë funksioni ka në firmën Trade Minerals, e ka vendosur për ta mbyllur derën. Mirë, po nuk e kishin parashikuar që do të kishte qejf të merrte edhe kamerën. Kërkojmë një shpjegim për shkatrimin që Trade Minerals ka bërë në zonën e Gjegjanit, po pse po më shtyn? Të lutem, a ka një përfaqësues? Po lërë zonjë kamerën, ç'ke? Në fakt, policia duhet telefonuar për masakrën që kompania ka bërë në Gjegjan, se ne aty nuk po shkatronin ndonjë gjë. A ka një përgjegjës na jap një përgjigje për shkatrimin që kompania Trade Minerals ka bërë në Gjegjan të Kuksit? Vazhdo për jashtë. A ka një përgjegjës? Vazhdo më drejto. Zonja e cila ishte pritësja e parë, i ka fikur dritat, ka mbyllur derën dhe tha që do të telefonoj policin. Nuk e kuptojmë se pse, megjithatë ne do ta presim policin, pasi ne nuk na intereson as përplasja, as sherri, as debatet. Ne jemi këtu për shkak të një denoncimi të banorëve të fshatit Gjegjan të Kuksit për shkatrimin që kompania private rumuno-bullgare Trade Minerals AL i ka bërë fshatit atje infrastrukturës dhe mjedisit.